Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje të dashur miq, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri dhe sot dua të flasim për një temë që na prek pak a shumë të gjithëve. Ndoshta ke një të afërm, a një mik, a një shok, a një komshi, i cili vuan dënimin në burgje në vendin tonë. Dhe ndoshta ata mendojnë se vitet e tyre janë të shpërdoruara dhe nuk ka shpresë për ta. Mendojnë se koha e tyre është e humbur. Dhe ata janë gati dhe në pritje të një dënimi që do të fulos fatin e tyre. Prandaj sot unë dua që të japim shpresën tek ata njerëz, sepse kanë nevojë për shpresën në Krishtin Jezus. Dhe kam një mesazh për ta. Ti që dëgjon, nëse dëgjon në Radio 7 Albanian, aty brenda mureve ku vuan dënimin, dua të pyes, a e ndjen se koha tënde është e humbur? A e ndjen se mundësitë kanë ikur? Apo je në pritje të një dënimi që do të vullos fatin? Po sikur të mund të thoshja që Zoti mund të kthej vitet e shpërdoruara, të sjellë të kthej në vite shprese para se të merret një vendim? Tek Joeli kapitulli 2, vargu 25, Bibla na shkruan, profeti Joel shkruan aty: Kështu do t'ju kompensoj për të korat që kanë ngrënë karkaleci, larva e karkalecit, bullkthi dhe krimbi, ushtria ime e madhe që kisha dërguar kundër jush. Dhe apostull Pali te letra e 2 e Korintasve kapitulli 5 vargu 17 shkruan: Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra shkuan dhe ja të gjitha u bën të reja. Një fillim i ri. Le të lutemi. O Ati dashur, unë lutem për ata shpirtra që janë brenda mureve të burgjeve, o Zot. Unë lutem për ta, o Perëndi, të dënuarit që ti jesh pranë tyre, o Zot. Dhe ndërsa reflektojnë, kanë kohë për të reflektuar mbi jetën e tyre. Kërkoj që ti jesh pranë tyre, o Zot, siç qëndrove me Jozefin, siç qëndrove me Jezusin, me apostull Palin, me Silën, o Zot, me Pietrin, o Perëndi. Dhe siç qëndron me fëmijët e tu që janë në burg për shkak të besimit që kanë në ty, o Zot. Qëndroje pranë dhe atyre dhe jepu mundësinë që të dëgjojnë ungjillin, o Zot, dhe bekojmë dhe shërbesën që të krishterët shkojnë SHGBSH-n, o Zot, të cilët shërbejnë duke ndarë ungjillin me të burgosurit. Prandaj lutem që ti jesh së bashku me ta dhe nësa dëgjojnë mesazhin të mund të inkurajojnë dhe të marrin vendimin të ndjekin ty, o Zot, të gjejnë shpresën në ty. Të gjitha këto unë t'i kërkoj në emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Amen. Ndoshta mendon që kjo që ka ndodhur në jetën time nuk mund ta gjej në ndonjë libër fetar, nuk mund ta gjej në historinë e Perëndis, por Bibla është e mbushur me njerëz të cilët u burgosën për arsye të ndryshme. Dhe njëri nga ata është Jozefi tek Zanafilla 37 deri në 50. Ai kaloi shumë vite si sklav dhe i burgosur dhe ishte burgosur për diçka që nuk i kishte bërë. Pra për një farë kohë, një kohë e humbur, ai ishte larg familjes dhe larg mundësive. Megjithatë, Perëndia e përdori atë kohë për ta përgatitur dhe në fund e ngriti në një pozicion të lartë, e bëri kryeministër të Egjiptit për të shpëtuar kombin e tij dhe familjen e tij. Zoti e transformon pra dështimin dhe humbjen e Jozefit në një plan shpëtimi, prandaj Perëndia nuk ka mbaruar me ty. Mendon njerëz që kanë kaluar kohë në burg si të paraburgosur dhe kanë zgjedhur të përdorin atë kohë për reflektim,
studim dhe rritje shpirtërore. Ndoshta kanë mësuar një zanat të ri, një aftësi të re. Ndoshta ka Bibla atje. Fillo të lexosh një Bibël. Ndoshta disa kanë hapur Biblën për herë të parë dhe kanë ndryshuar jetën e tyre. Dhe mund të shikojmë që për disa periudhe para burgimit, edhe pse e vështirë, u bë një mundësi për të kthyer tek Perëndia dhe për të vendosur një themel për një të ardhme më të mirë, pavarësisht dënimit aktual. Perëndia është Perëndia e restaurimit. Ai mund të marrë vite që ju mendoni se i keni humbur ose shpërdoruar. Ai mund të marrë gabimet dhe mëkatet që keni bërë dhe pasojat e tyre, ti përdori ato për të nxjerrë diçka të mirë. Dhe tani ndërsa je në pritje, Zoti të fton të ndryshosh mendjen tënde, të pendohesh dhe të dorëzosh atij jetën tënde. Ai mund të fillojë një proces restaurimi dhe rigjenerimi brenda jush, duke të thënë një shpresë të re dhe një qëllim në jetë, pavarësisht nga ato që do sjellë ardhmja tënde ligjore. Si mund ta përdorim këtë kohë pritje si një kohë e humbur, apo ta përdorim si një kohë ku të mbjellim fara të reja për një të ardhme të mirë me Zotin? Jozefi u lut Zotit dhe Zoti ishte së bashku me të, na thot fjala e Perëndis. Apostull Pali me Silën ishin në burg, por ishin të gëzuar. Ai shkruajti disa letra besimtarve në kish dhe një nga ato letrat e Filipianëve i quhen letrat e burgut të Palit pra. Ishte në burg dhe e dini çfarë shkroi? Të dashurit e mi, gëzoni në Zotin dhe përsëri ju them, gëzoni, i parashtroni kërkesat tuaja me lutje përpara Zotit. Ai ndryshoi historinë e njerëzimit, sepse Perëndia e përdori për lavdinë e tij. Ai ishte burgosur për shkak se ishte predikuesi i Ungjillit të Krishtit. Sot ka shumë të krishterë që janë të burgosur për shkak të besimit të tyre. Dhe Perëndia është së bashku me ta pra. Pyetja është çfarë do të bëje sot për të ndryshuar? Një ndryshim pra të brendshëm, sepse këtë ndryshim do ta shikojnë shokët e tu, por do ta shikojë dhe familja tënde. Lejo pra Jezusin. Edhe Jezusi u burgos dhe më pas e kryqëzuan. Dhe atje në kryq ai tha, atë fali se nuk din se ç'bëjnë. Eja te Jezusi jo sot, ai të kupton mik i dashur. Ai të pranon kështu siç je, me gabimet e tua, me mëkatet e tua. I thuaj, Zot Jezus, më fal për mëkatet e mia. Unë pendohem për jetën time dhe unë po vuaj dënimin tani. Por unë dua të jem një krijesë e re. Unë dua dhe kërkoj faljen tënde. Më bëj fëmijën tënde dhe unë dua të kem një jetë e re. Ti të transformosh brenda meje dhe të bëjmë një vegël këtu që të mund të ndaj ungjilli me njerëz të tjerë, që dhe ata të gjejnë shpresën në Jezusin. Kthej jetën time, o Perëndis, siç e ktheve në jetën e Jozefit o sot, dhe të apostull Palit, dhe ti mund ta bësh këtë. Perëndi, unë lutem dhe kam besim se ti e dërgove Jezusin të vdes në kryq për mëkatet e mia. Unë besoj se ti e ringjallë nga të vdekurit, dhe unë e pranoj atë si Zot dhe shpëtimtar në jetën time. Të lutem eja në jetën time dhe merr timonin e jetës. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Amen. Dhe Perëndia mund ta bëjë sepse ai premton që në qoftë se ne besojmë tek Biri i tij, ai na ka dhënë pushtetin të quhemi fëmijë të Perëndis. Dhe gjithçka mund të ndryshojë. Mund të kthejë jetën tënde pra, dhe të japi lirinë e brendshme. Zoti të të bekojë dhe të jetë së bashku me ti. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë miru dëgjofshim.
emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam Pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëz edhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga Pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21.